që kanë djersën, kanë kockat e njerëzve të tyre. Pa di me qarë keni fol ju me tha, po turpi me mamur, ju keni fol me tela me gjemba. Ata u gdhi një ditë dhe panë vetën të rrethur me tela me gjemba. Njerin për i tyre ndëgjova të këthoshte se unë i shkruajta një letër ish kryeminist Sali Berisha dhe më thej përgjigje. Se formularët e 7500 nishit nuk mbi bazë dhe tyre nuk ka dhanë pronën, nuk ka dhanë tokën në pronësi. Kush e ka ndalu atë? Mafja! Si mund të ndalohet? Si nuk mund të jipet toka në pronësi ati i cili ligji ja jep? Të gjitha këto pra i shumëzuhet me zero. Dhe në fund, skema, ju akuzoni se i keni shumë bashku, këta i ka fut greku, këta i ka fut rusi, këta e një të çmendur apo jo se luft hibride, luft e tillë, luft e atyre. Mafje dhe vetëm mafje jeni. Një lloj si Beogradi. Po, ata ajo që ndodhë në Beograd, po ndodhë në Shqipëri. Që ke shqitju? Pse kjo munges totale transparence? O zotëri, këtu janë këto probleme pronësie. Prit të zgjidh këto, pastaj. O zotëri, edhe o shqiptar, do t'investoj, po nuk do nërtoj ndërtes mi 1 kata, 2 kata, apo 3 kata. Sa është? O shqiptar, kjo do jetë zonë hotelera, apo rezidenciale. Kjo do sjellë këto asë një gjë të tillë. Sikur e ka pronë të vetën ai, që po merë gjipen, po vjell gjipen 220.000 metër katror, një nga kanjonet më të bukura në botë. E nga mos revoltohen qytetarë, kanë 100% të drejtë. Mirë kuptojnë plotësisht revolt e tyre. Po. Dhe ndaloni me njëherë kundërmitinqet, sepse do të keni gjithë pasojat. Ja ku e kam këtu, ceremoninë e ndarjes pallaskave të krimit, eksponentëve të krimit socialist në Vlorë. Këtu i kam. Këtu. E keni bërë atë. Mos gënjeni. Nuk po shkoni. Unë e di që, pse të themu ty, më falë minutë. Që ti mbrapa i fut thika ati, shkoni në China Club në Berlin, edhe qa u thonë muret aty. Po që këtu të kun, këtu del ti si me qenë, si mbrojnë si me i flakti ti, atë e di mirun. U lëzi, ta them unë ty, se thika që i fut atë, edhe ty ti ka fut atë thika në fakt. Po. Ju shkaktoni smundje të rënda kardiovaskulare, ju shkaktoni autizëm, ju shkaktoni depresion. Nuk ndodh kjo. Ne jemi për respektimin absolutisht të orientimit të gjithë secilit pa të që ndjehet. Edhe nuk lëvizim nga kjo, po të stimulosh të është atakit të mërshëm identitet dhe u bëj thirrje prindërve të denoncojnë me forcën më të madhe këto akte ndaj fëmijëve të tyre. Këto akte të një perversiteti absolut, të një dami dhe kërcënimi të madh të shtetit të fëmijëve. Hajde merri pak shifi, se çfarë sjell detronizimi pastaj, se çfarë pasojash psikologjike kur pendohen, sepse ju jepni hormonet e njëri seksit tjetër,